Historia e kryepeshkopit, hirësisë së tij Johan Pelushi dhe një ish të dënuari politik, Viktor Martini, të ngjan më shumë me një skenar filmi, por që në fakt është një ngjarje e vërtetë, ku 40 vite më parë, hirësia ishte punonjës kujdestar në spitalin psikiatrik të Elbasanit, ndërsa Viktor Martini luante rolin e një të çmenduri. Hirësia e tij, Johan Pelushi, e kujton me detaje transformimin social dhe psikik që bënin disa nga të dënuarit për t'i shpëtuar regjimit. Unë kam punu gati 12 vjetë psikiatri, para 90-s flasim, dhe ka qenë një eksperiencë e thellë, po dhe e dhimbshme, ku shikon një vojtje njerëzore. Jo të gjithë që vinin atje ishin smur. Disa ndoshta siç ishte edhe rasti i Viktorit, ishin për t'i shpëtu përsekutimit. Disa të tjerë sillte familja nga frika që të paktën të shpalleshin si të smur, që mos dënoheshin ata dhe dënohej dhe familja. Edhe jam mundu që të tillët t'i ndihmoja me sa mundja unë. Sepse të gjithë smurët që ishin psikiatri kanë një nevojë për një dhëmshuri e dashuri për t'i qëndruar afër. Nganjëherë nevoja të bën që ti jesh aktor i mirë. Viktori nuk ishte se po lumte një hipokrizi. Ishte për të shpëtuar, thash. Dhe ka pas raste të shpeshta njerëzve të tillë, të cilët, siç thash, o kishin ardhur vetë për shpëtuar, nganjëherë i sillte edhe familja. Kishin filluar të flisnin për shembull diçka kundër pushtetit dhe të trembur familjarët e sillnin që të shpëtonin. Nuk them se ndoshta ishte e drejta e pa drejta, është vështirë të gjykosh, po ato që kanë jetuar ato vite e kuptojnë se sa vështirë ishte, se nuk dënoheshe vetëm vetë, dënohej edhe familja. Ishte viti 1985, kur Viktor Martini, gjatë kohës që ishte i arrestuar politik, për t'i shpëtuar regjimit, luan rolin e një të çmenduri, duke thënë se romanin Lufta dhe Paqja e ka shkruar ai dhe jo Tolstoj. Thuj 40 vjetë përpara, jam kanë i shtruar në spitalin psikiatrik Tiranës. Hirësia ti në atë kohë ishte kujdestari jonë. Edhe me të çoban i jonë atëherë, çoban i jonë edhe sot. Kryavët më thirrshin ekspertizë. Partilisht i Lvive Viu, Kiçmet Dibra edhe Shtina, që ishte komisioni. Unë thosha, jam Tolstoj, të ka vjellë veprat e mia, jo këtë jo atë, ata më provokoshin. Një ditë prej ditë, sa hina mran, Lvive Viu tha. Vitor tha këna dhënën në prej Shkodrës se ti me raporta shumë. Po, thash, kam marrë, po pse? Më vëjmë të thëmë, se më vëmë kamë, më vëmë dora, më vëmë kërtë, në mrova tona. Ate jo sullë. Ishte Dibra, ishte baba i psikiatrisë të atë kohë, më thotë, shikja thotë. Po të përcaktoj, thotë, unë diagnozën tonë. Prita është Grockën. Tha ti je artist i shkelqyshëm për kinematografi. Në të minuta për të reagimin tem. Edhe vetë fillova me kjo, tha lumëm që në kinematografi, se unë ka thonë profesori jam artist. Edhe unë lakon, po lëtë delshin prej hallit. Edhe më tha, do të qojmë në pshat, në kinematografi në Elbasanit. Atë e kuptova se jo vula me kanë i pafashë. Ndërkohë, Viktor Martini e kujton hirësinë e tij si një person me moral dhe me integritet të lartë. Njekësha me vëmendje të gjithë personelin. Të gjithë po thuj, hashin në kuzhinë, mershin marmoladë,
disa dhe vjallshin paketat e smundve, dhe hirësia e ti që keni përballë, në një gazet, më shtjellë të bukë dhe të përnon të behangë asë një gjë me në spitalit. Nuk mund të plëcoj figurën e ti, më të sa viteve, kur e takova në boton, ishte në fillim të karrierës për mu përgati në teologji hirësia ti që ja sot. Dhe unë, me atë psikologjin teme, kam thënë në liber, që krypeshkopi i ardhshëm i Shqipënisë do t'jetë hirësia ti. Për hirësin, kjo histori është një mesazh me vlera hyjnore, sepse miqësia është themeli i çdo marrëdhënieje shoqërore. Miqësitë shpeshherë t'japin një gëzim. Prandaj është e rëndësishme që dhe sot të rinjt ta ruajnë miqësinë. Padyshim një miqësia ka kosto. Po si çdo gjë e vlefshme ka kosto. Nëse do blesh një diamant, ka kosto diamanti. Edhe miqësia është një diamant dhe ka të koston e vet, po gëzimi që të jep miqësia dhe përfitimi shpirtëror e ka përcjellë edhe të koston që mund të paguash.